Përshëndetje shenja shigjetarit, kjo është panorama e interpretimit javor. Pas lutjes dhe meditimit, kartat i ndavan 4 sfera jetësore, të cilat janë gjendja juaj, familja, dashuria, puna dhe një prizëm orakull. Në gjendjen tuaj kemi 7 shpatat, mbreti i shpatave, 6 kupat dhe 9 shpatat. Atëherë, në gjendjen personale, java juaj fillon me një energji dyshimi dhe mbrojtjeje. 7 shpatat tregon se ju mund të ndiheni të kujdesshëm, sikur duhet të ruani diçka, ndoshta mendimet tuaja, ndoshta planet tuaja. Kjo kartë shpesh shfaqet kur ekziston një frikë se e vërteta mund të keq kuptohet, ose mund të përdoret kundër jush. Ju mund të jeni duke analizuar një situatë në heshtje, duke kërkuar mënyrën më të zgjuar për të vepruar. Mbreti i shpatave sjell një kundërpesh. Ai është zëri i arsyes së pastër. Brenda jush ekziston një pjesë që kërkon qartësi radikale. Ju jeni të aftë të shihni përtej emocioneve dhe të arrini në thelb të çështjeve. Kjo javë ju thërret të mbështeteni në këtë aftësi, por pa u bërë tepër të ashpër me veten. 6 kupat hap derën e kujtimeve. E kaluara juaj ju viziton, ndoshta përmes një personi, një vendi ose një ndjenje nostalgjie. Kjo kartë sugjeron se një pjesë e trishtimit tuaj lidhet me diçka të papërfunduar emocionalisht. 9 shpatat e bën këtë të qartë. Mendja juaj mund të jetë e mbushur me shqetësime, me mendime që rrotullohen natën. Nga ana intuitive unë ndjej që mund të ketë bëj e gjithë historia dhe me një fëmijë, ndoshta. Për disa nga ju, jo për të gjithë. Mund të jeni domethënë në një proces ku mendja kërkon edhe kontroll, ndërsa zemra kërkon shërim. Pra e kaluara del në sipërfaqe jo për t'ju lënduar, por për t'u integruar. Si këshill nga kartat, do të nxirja që të mos i shtypni mendimet e vështira. Ndonjëherë ato duhen shkruar, ose duhet folur për to, ose të meditoni mbi to, sepse vetë dhémshuria është ilaçi për ju gjatë kësaj jave. Pra trajtojeni veten si do të trajtonit një mik të dashur. Kalojmë në familje. Në familje kemi 3 monedhat, mbretëresha e shpatave, 2 kupat dhe 2 shkopinjt. Në familje energjia është ajo energjia e bashkëpunimit dhe rishikimit të roleve. 3 monedhat tregon se familja funksionon si një ekip. Pra ka një ndjenjë ndërtimi të përbashkët, por edhe nevojë për komunikim të qartë. Mbretëresha e shpatave sugjeron se dikush, ndoshta ju, merr rolin e zërit racional. Kjo figurë kërkon ndershmëri dhe kufi të shëndetshëm. 2 kupat sjell një moment afrimi, një marrëveshje ose pajtim që e forcon lidhjet. 2 shkopinjt hap perspektivën drejt së ardhmes. Familja duket se mund të jetë duke, ose ju, ose familja juaj mund të jetë duke planifikuar një hap të ri, ose duke diskutuar drejtimin e përbashkët. Pra duket se përmes komunikimit të sinqertë dhe bashkëpunimit ju krijoni një bazë më të fortë për të ardhmen. Si këshill do të përcjellja që të jeni të qartë por të butë. Pra kombinoni logjikën me empatinë. Vendimet e përbashkëta marrin forcë kur çdo zë dëgjohet në familje. Kalojmë në dashuri. Në dashuri kemi 9 kupat, 10 shpatat, budallaj dhe faqa e kupave. Në dashuri, energjia çelet me një cikël që mbyllet, por që edhe ka një rilindje. Pra 9 kupat tregon një dëshirë për përmbushje emocionale. Ju e dini çfarë ju bën të lumtur dhe e kërkoni atë me sinqeritet. Por 10 shpatat tregon atë fundin e dhimbshëm ose një zhgënjim që ka lënë gjurmë. Ky fund është kulmi i një cikli, pra një pikë nga e cila nuk ka më kthim pas. Budallaj hap një derë të re. Ai është guximi për të filluar nga e para, pra pa atë bagazhin e së kaluarës.
Faqa e kupave sjell një energji të butë dhe të pafajshme. Mund të jetë një mesazh, një ndjenjë e re ose një ringjallje e shpresës. Pra, nga një mbyllje lind një fillim i freskët. Duket se zemra juaj mëson të besojë sërish. Si këshill nga kartat do të përcillja që të lejoni vetes të ndjeni, por mos mbani pas vetes plagët e vjetra. Pra, qasuni dashurisë me kuriozitet dhe hapje, si një kapitull i ri, sepse e meriton. Kalojmë tek puna. Në punë kemi 5 shpatat, 6 shkopinjt, faqa e monedhave dhe temperanca, që është major arkana e shigjetarit. Në punë duket se java fillon me tension, 5 shpata tregon konflikte ose ndjenja konkurrence. Mund të ndjeni sikur duhet të mbroni pozicionin tuaj, por 6 shkopinj sjell fitore dhe njohje. Përpjekjet tuaja nuk kalojnë pa u vënë re, se faqa e monedhave tregon një mundësi për të mësuar dhe për të ndërtuar diçka të qëndrueshme. Temperanca është kartë e alkimisë, ajo kërkon balancë dhe moderim, pra suksesi vjen kur kombinoni ambicien me durimin. Pra, nga konflikti lind qetësia dhe nga konflikti lind qartësia dhe nga qartësia lind progresi i qëndrueshëm. Si këshill nga kartat, unë do të përcillja që të zgjidhni betejat me kujdes, përqendroni në rritjen afatgjatë dhe ruani ekuilibrin mes punës dhe mirëqenies. Në Prism Oracle kemi sadness, trishtim. Sadness është një mësuese e butë. Ajo nuk ju kërkon të qëndroni në trishtim, por ta ndjeni plotësisht për ta liruar. Trishtimi është dëshmi e thellësisë suaj emocionale. Pra, nga ana intuitive, unë do të thoya që kur e pranoni trishtimin pa gjykim, ai trishtim shndrohet në dëmshuri dhe urtësi. Paçim!